Edhe në fund deshta me cek disa çështje apo një rezume, një shkurtimisht diçka në lidhje me gjërat që e prishin dhe që nuk e prishin agjerimin. Gjërat që e prishin dhe që nuk e prishin agjerimin, apo do t'i ceki disa gjëra bashkohore për cilat pyesmi shpesh, a e prish kjo agjerimin, a nuk e prish kjo agjerimin. Inshallah do t'i ceki këtu. Nëse ka dikush pastaj ndonjë sqarim ose ndonjë shtesë ose ndonjë pyetje në lidhje me këto gjëra që prishin agjerimin, inshallah do t'i përgjigjemi. Pikë spari, për këtyre dersave që i kemi marr, e cekëm dersën e kaluam, gjërat që e prishin agjerimin. Gjërat që e prishin agjerimin është dalja nga Islami. A dalja nga Islami? Ku ka argument që e prish agjerimin dalja nga Islami? A jam të pyet. Allah azza wa jalla në Kur'an thotë: "O lein ashrakta la yahbatanna amaluk." Nëse ti i bën shok Allahut, vepra jote do të prishet. Çdo vepër, ho ken hax, ho ken agjërim, ho ku dush ke, nëse i ke bësh shok Allahut, ke dal pe Islamit në atë moment, vepra jote u prish më herë. E çu është argument që dole pe Islamit të prish agjërimin? Tjetra cilën e kena cek? Marrëdhëniet intime. E treta, ngrënia dhe pirja. E katërta, ejakulimi i spermës me vetë dëshirë. E pesta, injeksionet ushqyese. Edhe e gjashta, urna? Vjellja me qëllim. Se vjellja ndohet në dy grupe që kena shpjegu. Vjellja pa qëllim dhe vjellja me qëllim. Vjellja pa qëllim nuk e prish agjerimin, kurse vjellja me qëllim e prish agjerimin. Edhe e shtata, që është e veçantë veç për gra, ardhja e menstruacioneve apo lehunisë. Tash gjërat cilat nuk e prishin agjerimin, unë e kam shkurtu, domethënë si pika vetëm pi lexoj. Ngrërja, pirja, marrëdhëniet nga harresa. Nëse harron njeri, kena tregu mos pajtimin e dietarëve, kena thonë që mendimi më i saktë është që nuk e prish agjerimin nëse bën dikush këto gjëra prej harresës. E dyta, këto gjërat njëjtat, nëse ndodh me çti dikush me prish agjerimin me zor. Domthon nga detyrimi. Edhe në këtë rast nuk e prish agjerimin sipas mendimit më të saktë, edhe pse kena cek mendim me dietarëve që kur është puna te marrëdhëniet kanë thonë nuk ka mundësi dikush me detyru për marrëdhënie. Se nuk ka mundësi më arrit çaja punë për detyrimit. Përderisa njëri nuk ka dëshirë me bukit punë. Mi po na kena zgjedh mendimin më të saktë dietarëve që nëse ndodh dikush detyron me prish agjerimin, nuk e prish këtë rast për detyrimit. E treta, nëse ndodhin këto çështje, domthonjë çështjet që prishin agjerimin nga ignoranti. E kena shpjeguar ignorancën, a din dikush përmend 3 lloje të ignorancës, që kena shpjeguar lidhje me agjerimin. Kena cekë desën e kaluam, domthonjë për shkak se janë dobishme këto çështje. Mirë, ignoranci i cili nuk e din domthonjë as çështjen fjalë, për shembull, një ignorant i cili nuk e din as çështjen e kësajna që e prish, po nuk e din as ajo çka rrjedh pas kësaj çështje. Qysh? Për shembull, një person i cili nuk e din, as nuk e din që e prish kjo injeksionet ushqyese, nuk e din që e prishin agjerimin. Edhe nuk e din mas çfarë çka ndodh. Domthon mas nëse i merr injeksionet ushqyese. Ky person arsyetot, për shkak se ky nuk e din, nëse nuk është udhëtit hiç çështën e prishjes apo mos prisjes të agjërimit për këtë gjë domthon, për këtë përdorim të kësajna. Ky person arsyetot. Ignoranca e lloji 2 që arsyetot është një person i cili nuk e din kohën e agjërimit. Për shembull, ai e din që duhet më agjëru ditën, edhe e din që s'ban me bë marrëdhënie, s'ban, këtë din këto që e prishin agjërimin. Mirë po, e ka ngatru, nuk e ka kuptuar, në vend që me kuptu që si të bëhet agimi. Si të bëhet agimi, s'duhet me hongër, ai e ka kuptuar që si të bëhet, si të lindin dilli. E që ky person nëse ka hongër deri te lindja e dillit, duke mos e ditë që çfarë ka filluar agjërimi, ky person arsyetohet, nuk e prish agjërimin. Kurse lloji i tretë e kena tregu, ja thonë një person i cili e din që kjo punë është haram, po nuk e din dispozitën çka rrjedh pas kësaj punës. Ky person nuk arsyetohet, ky person duhet me kompenzu, varësisht cilën prej gjërave ndaluar e bën. Kjo është vetë sapo sqarim, domthon idesave të kaluara. Pastaj larja me ujë, nëse dikush pastrohet gjatë ditës Ramazanit, shpesh na pyesin mu pastru ditën e Ramazanit ta bën as bën. S'ka problem. Apo me shti ujin në gojë, apo me shti në fyt, apo me shti në hun.
Në hun nuk ka problem me shti, mi po nuk lejohet me ngrej. Nuk lejohet me ngrej, për shkak se pejgamberi me ka ndaluar sahabin, kur i ka thonë merr abdes Laqit ibn Sabira, ka thonë ngreja ujin shumë përveç nëse je agjërushëm. Përveç nëse je agjërushëm. Përdorimi i kohlit. E kena kallzuar ders hadithin që pejgamberi me ka përdorur këtë kohlin me ly syt, edhe nuk e ka komentuar xherimin. Mi po kena tregu që hadithi është i dopt. Hadithi nuk është i sakt, mi po si dispozit është çështu. Domethënë nëse përdor dikush me ly syt, sikur që është ai kohli të arab që përdoret për forcimin e syve, nëse përdor dikush gjatë ditës me ly syt apo diçka, nuk e prish xherimin. Puthja dhe ledhatimi i gruas për atë që e përmban veten. Për atë person i cili e përmban veten, nëse ndodh dhe puth gruan apo ledhaton, mi po din që e përmban veten, nuk e prish agjerimin. Treguam edhe këtu dalja e spermës pa vetë dëshirë, pa dëshirën e tij, qoftë zgjut apo në gjumë. Qoftë zgjut apo në gjumë nuk e prish. Dalja me dhiut dhe vediut. Kena tregu dy lloje të langut që dalin prej organit të mashkullit dhe të femrës. Njëri është kur është çështja e epshit, tjetri është pas urinimit. Të dy lloje nëse dalin nuk e prishin agjerimin. Nxjerrja e gjakut nga trupi, nëse ndodh ka nevojë dikush me marr gjak, nuk e prish agjerimin, apo nëse ndodh e nxjerr gjakin për shkak analizave që i bëjmë te na. Nëse je i smut nxjerr gjakin për shkak analizave, nuk e prish agjerimin. Gjërat nga të cilat njeriu nuk mund të ruhet. Cilat gjëra janë këto? Për shembull, nëse ndodh nuk mundesh je të hes rrugës të ndonjë mizë në gojë apo fryma apo diçka ndonjë gjetha apo diçka, nuk ka të keqe këtu. Pikat për sy, për hund, për vesh ose larja e veshit janë disa kur shkojsh për shembull te mjeku ta lajnë edhe veshin, ka domthonë metoda të shërimit me ta lajë edhe veshin. Mirë po, dietar kanë thonë në këtë rast, nëse çto pika që i përdor për këto nuk kalojnë në fytyrët e poshtë, nuk i përbin. Nëse ndodhi i përbin e ke prish agjerimin. Nëse ndodhi i përbin e ke prish, mirë po nëse i ndal vetëm deri te fyti ose nuk arrin deri te fyti, nuk e ke prish agjerimin. Inhalatori për astmë. Për astmë. Kjo që përdoret që merr ai njerëz që janë smut pe astmës, që e marrin frymën. Ky nuk e prish agjerimin për shkak se nuk shkon kur xham bar. Kjo është vetëm si lloj oksigjeni. Pastaj tabletat që hyjnë ndër gjuhë që përdoren për smundjet e zemrës apo sheqerit nëse nuk kalojnë në bark. Domthonë shumë njerëz që janë smut me sheqerit i mndojnë nda sfata këtu në gjuhë. Çto nuk e prish agjerimin për shkak se nuk shkon diçka në bark. Nuk shkon, kjo vetëm rrin këtu, edhe e lçon atfar, e bën atfar lirimin, nuk e di tash goznava apo diçka që e lehtëson frymarrën apo sidomos që përdoret për smundje që kanë bëjnë me zemër dhe me gjoks, për me lehtësu frymarrën. Këtë rast nëse si shkon këtina diçka, nuk përbin diçka, nuk e prish agjerimin. Pastaj endoskopi për stomakun, endoskopi për stomakun është ajo farë shmonë si nuk përdi shumë qysh mi thonë diçka që e futin pastaj këtu. Urna? Si lloj kamere, po, si lloj kamere e futi përmes gojës deri në bark. Që ky nuk e prish agjerimin. Disa dietar thonë për këtë nëse ndodh se zakonisht që kjo kamera që vnohet e lyen me një farë ndyre. E lyen me një farë ndyre që për mos me të vrarë diçka në trup. E nëse ndodh që e lyen me çdo ndyrë atëherë prish agjerimin. Pse se që kjo ndyra shkallëshohet, është sikur në vend të ushqimit edhe të pijës, edhe nuk lejohet për ty gjatë Ramazanit me pas. Por nëse që kjo është pa ndyrë, që kjo farë kamera që hen bark, nuk e prish agjerimin pa asnjë problem. Gazi i oksigjenit nuk e prish agjerimin. Po ashtu inhalatori i hundës, që i ndojnë hundo që i marrin frymë, domthonë që sidomos ato që janë smut, ka mundsi në gojë, ka mundsi në hundë, ato që janë smut prej astmës. Nxjerrja e dhëmbit apo gryrja e tij apo pastrimi i tij apo larja e dhëmbëve, domthonë nëse qoftë i lan kështu te mjeku, qoftë i lan me frush dhëmbëve,
gjitha këto nuk e prishin agjërimin me kusht mos me shku diçka, mos më përbi diçka. Injeksioni nën lëkuror apo muskulor apo nervor, nëse i pun injeksione të ndryshme. Spital përveç injeksionet që kallxum që janë ushqyese. Injeksionet tjera që i pun nuk ka diçka të keqe me to. Kremat edhe fashat që përdoren për smuja ndryshme domthon. Hapat që futen përpara apo mbrapa, sikur supozitorët. Hapa ka parasysh që futen në organ përpara, për ndonjë smujë të caktuar, apo edhe mbrapa, sidomos kush është i smut prej rasteve temperaturës lartë apo diçka, nuk janë ndaluar dhe nuk e prishin agjërimin. Dhënia e gjakut të treguar që nuk e prish agjërimin. Po ashtu edhe mostra e gjakut për analizën nuk e prish agjërimin. Anestazioni apo pirja e njeriut, nëse pihet domthon, nëse ndodh pihet vetëm në një pjesë trupit, nuk e prish agjërimin. Po llojet e kësaj pirjes ishin dy lloje. Ishin dy lloje mjeksi, njëna po përmbajtjen vetë materie ushqyese. E kjo nuk lejohet. Kjo domthon nëse ndodh, kjo e prish agjërimin. Kurse lloji tjetër, lloji i dytë, është kështu normal që vetëm të pinë, ta kryejnë ato procedurën që ka me kry, edhe përfundon çështja. Këto janë disa prej operacioneve apo rasteve që ka nevojë njëri mi përdor kur tash i smut dhe që shpesh pyetën ose shpesh pyetmi për to, edhe për këtë arsye posh mi lexu domthon një nga një sa komujt mi mbledh, ndoshta ka edhe tjera, mirë po atë sa komujt mi mbledh i ceka këto në mënyrë që praporësisht i kenë përsëritura vllaznit gjëra të cilat mendojnë apo thuhet që i prishin agjërimin, mirë po në realitet nuk e prishin. Inshallah edhe dillën ta lajmëroj edhe një herë, dillën kena prap ders do të fillojmë prej kapitullit të itikafit, edhe inshallah të martën apo të mërkurën do ta përfundojmë këtë kurs e pastaj do t'ju tregojmë si do shkojnë rrjedha e provimit inshallah. Walhamdulillahi rabbil alamin.